محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut të madhruar, vetëm atë falënderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, padyshim se njeriu në jetën e kësaj bote mund të jetë I përgëzuar nga ana e Allahut te bareke ve taala për punët e tij të mira. Dhe Allahu I lartë madhruar kur e don robën e tij e përgëzon duke qenë në jetën e kësaj bote, duke ja mundësuar atij të punon punë të mira. Dhe janë disa mënyra me të cilat Allahu e përgëzon robën, një farë forme e lajmëron atë se është mirë në raport me Zotin, I tregon atij që të vazhdojë në punë të mira sepse Zoti është I kënaqur me të. Dhe përgëzimi besimtarit musliman bëhet në disa mënyra. E para prej tyre, Allahu ja zgjeron zemrën robit të tij për me pranuar të vërtetën dhe për me bë punë të mira. Për ata Allahu te bareke ve taala thot: fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Që do të thot, e sa I përket atij që jep, e sa I përket atij që shpenzon për hir të Allahut, edhe është I devotshëm, ja ka frikën Allahut te bareke ve taala, dhe dëshmon e thot të vërtetën për më të mirën, për besimin, Allahu te bareke ve taala thot, ne atij do t'ja lehtësojmë rrugën e punëve të mira, ne atij do t'ja lehtësojmë rrugën e shpëtimit. Pra kjo është mënyra e parë se si Allahu I lartë madhruar e përgëzon robën e tij besimtar musliman, duke qenë në jetën e kësaj bote dhe I lehtësohen punë të mira. Dhe çdo gjë apo çdo punë që është e mirë e tërheq dhe shkon ka ajo, ndërsa çdo gjë apo çdo punë që është e keqe e irriton edhe e largon prej asaj së keqes. Dhe njeriu në jetën e kësaj bote është obliguar me punue, ne nuk e dim fundin ton, ne nuk e dim edhe përfundimin, a jemi për xhenet apo për xhenem, edhe pse këto gjëra janë të determinuara, janë gjëra të prera të caktuara. Për ata dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, çdo njerit prej besimtarëve musliman I është caktuar vendi I tij në xhenet apo runa Zot në xhenem. Atëherë të pranishmit I thanë, o I dërguari I Allahut, a të lëm pra punët tona, a të lëm veprat tona, të mos mundohemi hiç më, edhe të mbështetemi tek Allahu dhe ta arrim atë që ka caktuar Allahu I madhruar. Me këtë rast pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "I'malu
fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Punoni tha. Punoni patjetër se çdo njerit i është lehtësuar ajo për të cilën është krijuar, i është lehtësuar ajo për të cilën Allahu te bareke ve taala e ka përcaktuar. Që do të thotë ne nuk e dim çu do të jetë fundi, andaj duhet me punue edhe nëse Allahu po na lehtëson me i kry punë të mira, atëherë shpresat janë shumë të mëdha që jenë prej xhenetlive. Por unë Zot, nëse po të mundsohen, edhe po të lehtësohen me i bu punë të këqija, se dikush çash shumë punë të këqija bën, edhe çash let i ka, sikur me pi një çaj apo një kafe e kryen një haram të madh. E nëse po të lehtësohen punë të këqija, që të gishtin kokë edhe ndalën me ndo pak, çka është me ty? Çka s'është në rregull? Çka s'po funksionon? Se për me krye një haram të madh, një gjëna të madh, që për fat keq e përhap shumë popullin ton, dohet shumë përkatitje, dohet shumë punë, dohet shumë investime, dohet shumë angazhime, ama dikush në moment e kryen, kur farë problemi se ka. E nëse kështu po të mundësot me i bo gjënat e mëdha, shumë let dije se ndoshta je i krijuar për zjarr xhenemit. Andaj çka pendon? Po dikush po tash ka me bë. Do të më u pendue, me u ndal prej të këqijave. Mesazhi është që je duke bë punë të cilat përfundimin e kanë në zjarr xhenemit. Amo nëse është e para, tu kanë lehtësu punë të mira. Dhe në çdo punë të mirë, në çdo punë të mirë je aty. Edhe për çdo punë të mirë që let me kry atë, atëherë mesazhi është se Allahu ka pas ka përgatit terrenin, ta pas ka përgatit rrugën për xhenet. Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Mënyra e dytë e përgëzimit që ja jep Allahu besimtarit në jetën e kësaj bote është se duke qenë jetën e kësaj bote për të dëshmojnë njerëzit e mirë. Duke qenë jetën e kësaj bote e lavdrojnë njerëzit e mirë. Dhe nëse shifni ndonjë prej të gjallëve, që njerëzit e mirë flasin për te, që njerëzit e mirë dëshmojnë për te, se është njeri i mirë, dijeni se Allahu po e përgëzon duke qenë i gjallë, në mesin e të gjallëve po e përgëzon me punë të mira, po e përgëzon se është prej xhenetlive. Andaj Allahu Teala po thotë: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas." Që do të thotë, kështu ne ju kemi bërë juve një bashkësi, Allah po atë. Kështu ju kemi bërë një umet të drejtë që të bëheni dëshmitar për njëri tjetrin, që të bëheni dëshmitar për njerëzit, sepse njerëzit dëshmojnë si për mirë si për keq. Andaj një ditë, duke qenë pejgamberi alayhis salatu wassalam me shokët e tij ulur, pranë tyre ka lej një xhenaze, një kufom, dhe unë ngritën kam për me respektue. Dhe pyeti pejgamberi alayhis salatu wassalam se kush është ky njeri, e i treguan, e lavdruan atë. Në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: wajabat al-janna. Tha, këti ju ka bo obligim, i është caktuar kush? I është caktuar xheneti. Pse? Sepse njerëzit e mirë po e dëshmojnë se ishte njeri i mirë. Pas një kohë të shkurtër prap kaloi një kufom tjetër, një xhenaze, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti se kush është ky, i treguan se ky ka bë, këto e ka bë, kështu e ka bë, kështu, edhe në farforme janë rahatu që ka shkuar në botën tjetër. Pejgamberi alayhis salatu wasalam edhe për këtë tha wajabat, an-nar, që do të thotë i është bërë obligim këtij kush? Zjarri i xhenemit. Pse? Sepse njerëzit e mirë po dëshmojnë se ky ka qenë njeri i keq. Andaj, nëse të lavdrojnë, nëse flasin fjalë të mira për ty, nëse dëshmojnë për ty njerëzit e mirë duke qenë gjallë, dije se je prej të mirëve dhe dije se Zoti po të përgëzon herët që ka me ardhë momenti që do t'jesh prej xhenetlive. Po ashtu, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, shokët e tij ju drejtuan dhe i thanë: "Oj dërguari i Allahut, ne po bojmë punë të mira, po bojmë punë të hajrit, punë të dobishme. Dhe ne këto punë të mira po i bojmë vetëm për hatër të Zotit. Nuk po duam me i ditë njerëzit.
Nuk po du me na I përmen njerëzit, nuk po du me na lavdru njerëzit neve, as me na falëndërua. Mirë po thënë, o I dërgumi Allahut njerëzit po flasin, po na lavdrojnë, po na falëndërojnë, po janë mirë njerëz, po na I përmenin neve këto punë të mira edhe pse na s'po kemi qef. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tha tilke ajil bushra al-mu'min. Tha ky është përgëzimi I hershëm që jepet besimtarit musliman. Pra, herët jep Allahu përgëzimin se është njeri I mirë, se është prej xhenetlive. E treta prej mënyrave që Allahu te bareke ve taala e përgëzon besimtarin musliman është që përgëzimet e besimtarve dhe njerëzve të mirë të jenë edhe në ëndër. Pra, njerëzit e mirë e shohin në ëndër ndonjërin prej besimtarve duke bë punë të mira. Dhe pastaj çka I tregojnë atij nëse të kom pa duke e bëhat me Kur'anin shpesh, të kom pa duke u sill rreth çapës, të kom pa duke dhon, ky pa dhon heças, pa shkon çapë heças, pa lexu Kur'an heças. Ose nga pak. Nëse besimtarët përgëzojnë kështu, është përgëzim I hershëm. Nëse besimtarët kanë pa ëndër duke bë punë të mira, atëherë dije se I ke punë të mirë me Allahun te bareke ve taala. Dhe çka do të më bë? Tani nuk do të më u ndal, po do të më vazhdue ato punë të mira të cilat je duke I krye. E katërta mënyrë që Allahu e përgëzon besimtarin musliman duke qenë gjallë është se e fut dashurinë në zemrat e njerëzve dhe njerëzit janë të kënaqur me te. Pra, kur Allahu te bareke ve taala dëshiron me përgëzuar ndonjërin prej besimtarëve musliman, duke qenë ai gjallë, e don Allahu atë. Dhe kur e don, e thret Xhibrilin dhe I thot: "O Xhibril, unë po e du filanin, duaj edhe ti." E don edhe Xhibrili, pastaj Xhibrili I thret banorët e qiejve, me lajket, thot se Allahu po e don filanin, duajeni edhe ju. E duan edhe me lajket. E pastaj çka? Allahu ja zbret kanat dashnin tek njerëzit dhe e pranojnë njerëzit. Dhe fillojnë njerëzit me dashtate dhe fillojnë njerëzit me qenë të kënaqur me të duke qenë në mesin e tyre. Andaj edhe kjo është një prej mënyrave të përgëzimit se je njeri I mirë. Nëse afër teje ke njerëz të mirë, të devotshëm, nëse të duan, nëse të lavdrojnë njerëzit e mirë, dhe nëse të shoqërojnë njerëzit e mirë, dije se Allahu po të don ty. Sepse atë dashninë e madhe që ka Allahu e ka zbritë me lajket, pastaj e ka zbritë edhe tek banorët e tokës. Këto shenja të përgëzimit vërtet janë shumë motivuese, shumë nxitse për neve besimtarët musliman. Andaj a janë të paarritshme? Jo, asnjëra prej tyre nuk është e paarritshme, vetëm se duhet punë me sinqeritet dhe seriozitet. Allahu na boft neve dhe juve prej atyre besimtarëve musliman që Allahu I përgëzon herët duke qenë jetën e kësaj bote se janë të dashurit, të përzgjedhurit e Allahut prej xhenetlive. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, javët që po I lam pas I karakterizojnë një ngjarje dhimbshme që të gjithë e dini, vrasja e një polici në Kaçanik. Dhe pa dyshim se vrasjet kudo që ndodhin nëpër botë janë të padëshirueshme. Vrasjet janë të ndaluara rreptësisht prej anës Allahut. E aq më tepër kur vrasjet ndodhin tek muslimanët. Andaj Bashkia Islame e Republikës së Kosovës këtë akt makabër dhe të ngjajshëm me të që po ndodhin këtu në vendin tonë, edhe s'po kanë të ndalur këto vrasje, e dënon fuqishëm dhe pa marrë parasysh se kush e ka krye
krimi o vëllezër mbetet krim. Krimi nuk njeh fe, nuk njeh gjuhë, nuk njeh këmbë, nuk njeh kur far rregull e kur far parimi. Me privuet dikon nga jeta është me qenë në kundërshtim me kaderin, me caktimin e Allahut te bareke ve taala. Ti po don me hiq dikon që Allahu i ka dhënë jetën, që Allahu i ka caktuar rizkun, që Allahu i ka caktuar punët e tij. Andaj është shqetësuese te i masë tash kur i shef disa, jo të gjitha, po disa media e disa portale me njëherë i dhon konotacion negativ edhe lidhin me islamin e me muslimanët. Organet e renit, organet e drejtësisë duhet të jenë të pamshirshme ndaj kriminalëve kush do të qofshin ata. Unë nuk besoj që i kanë mesin tonë të atil, pa edhe këtu nëse janë. Sepse butësia dhe elasticiteti i ligjit, që dikon e dojë ma pak e dikon ma shumë, i lën kriminalet aktiv. Dhe në një të ardhme, nështë as kemi me qenë sigurt as në për xhamia, nëse njerëzit janë të lirë kështu, ju po e shefni sa ofendimet na bëhen, mas pari neve o xhallarëve, prej anti-islamistëve, prej atyne që i pengon gjithçka çka është islame, prej atyne që i pengon pse na jena musliman edhe pse jemi shumicë. Po këtë nuk i kemi caktuar na, këtë e ka caktuar Allahu. Andaj ne nuk mund të gjykojmë sepse dihet që jemi në fazën fillestare të hetimeve dhe arrestimet kanë ndodhur, po Zoti e din nështë kanë me u zhënu ato, ndoshta ka me pas edhe të tjerë që kanë me u intervistue. Po kush do që jenë ata? Prej ka do që vinë ata? Ata duhet me marrë dënimin e merituar. Andaj vllazën është e dhimbshme 25-6 vite mas luftës, e mas vrasjeve, edhe gjenocidit të cilën e kemi përjetuar, prej fqiu tonë verior, tash me ardhë, prej brenda edhe me u friksu në vendin tonë. E patë edhe ju në Ramazan, java e funit sa 5-6 vrasje, shënë java e funit java, kur ne me ngullëm e kërkojshëm natën e kadrit, e të tjerët vriteshin ndër vetë. O vllazën, nëse dikush nuk e kupton që është haram i madh, e haram shkatërrues, se kjo është vrasja, është krim shkatërrues, e shkatron individin, e shkatron shoqërinë. Atëherë nëse dikush se kupton mesazhin fetar, atëherë duhet m'ia dhon mesazhin institucional, sepse çka nuk arrihet me Kur'an, me fe, arrihet me pushtet. Atëherë pushtetit duhet me qenë i pamshirshëm ndaj çdo njanit që ngre gishtin, ndaj çdo njanit që shkel të drejtat, ndaj çdo njanit që shkel shejtrin e besimtarit musliman. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin e funit u kthy ka Çabja prej lart, edhe po e shikon Çabën dhe i tha: "Oj Çabë, sa madhështore je, sa madhështore je, sa e shejt je, ka ba Allahu të shejt." Tha: "Wallahin, pasha ato që shpirti im është në dorën e ti", do me thonë pasha Allahun. Shejtëria e gjaku të besimtarit musliman është me e madhe se sa shejtëria jote. Shejtëria e gjakut të besimtarit musliman është më e shejtë se sa shejtëria e Çabës. Kështu e tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Zatën prej mesazheve që i dhan haxhin lam të mirës pejgamberi alayhi salatu wassalam, është se ju tha të pranishmeve: "O ju njerëz, gjaku juaj, nderi juaj, pasuria juaj, familja juaj janë të shejta, sikur dita që jemi në të, se ishin ditën e Arafatit, sikur muj që ishin të, se ishin muj Dhulhijja, të shejta, edhe çka? Edhe sikur veni që ishin të, se ishin ku në Mekë, vendin e shejt. Pra, më të shejta janë këto se sa
edhe veni shejt. Andaj, e lësë Allahun te bareke ve taala që këtë popull në përgjithësi e të rritë edhe të reja të vetëdijson në veçanti. E lësë Allahun taala që këto vrasje që po ndodhin ta kenë një fund, edhe të thrasim mendjes, edhe të armatosemi me dije o vllazën se armë se cili ka bo sot. Unë pak e shkurtime po më duke së Afrikacakat që po kanë frikë o vllaz, çka ka nevojë me u pajis me armën, qaf me armë, aty në kerr me armën, në shtëpi, të shtratin ku vlen aty, ku ta diun në çka. O arma me fortë besimtarit musliman është libri dhe lapsi, me çato pajis o vllaz. Me çato pajis. Sepse kush i rregullon raportet me Zotin, s'ka nevojë me u friksu fare hiç. Se të mbron arma, mos jo mbështet armës, po mbështet jo Allahu te bareke ve taala. Andaj thërni vetës që të ne gishtin kokë, trijeni, e keni për para gjenetin, mos e hop gjenetin se me bo me vrani njëri, rona zët, e privon vetën prej të mirave të mëdha. Ai që vret një besimtar musliman, e para, Allahu është hidhrur me të. E dyta, e mallkon Allah. Çfarë do të thotë me mallku? Me largu prej rahmetit prej mëshirës. Atëherë mëshirë dreshit ki me mbet. Mëshirë të kujt jetë njeri kurse mëshirën Allah. Dhe treta, në zjarë të xhehenamit, khalidine fiha abada. Në zjarë të xhehenamit do të mbetet për gjithmonë nëse. E pastaj edhe pasojat tjera të jetës së kësaj bote. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft, edhe të gjithë na vetëdijsoft, edhe me punu punë të mira të marra na e mundsoft, ne familjes lika, dhe të gjithë atyre familjarëve, farefisit që shprehim ngushëllime, dhe si Bashkia Islame, çdo herë do të mundohemi me promovue vlerat dhe me luftue të këqijat dhe keqbërësit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.